që tha unë i kam fituar gjithë sfidat e mia, tha. As mish, as peshk. Kam fituar, tha. Ashtu ka qenë tërkohën. Mo më thua gjefare, tërkohën ashtu ka qenë. E bëj për demokratët, unë nuk përzihem në këtë luftë, më falo zoti Berisha, më fu në listë se kaq kam qëllim. Po nuk jam politikan më marsi. Bravo i qoftë, e kam vazhduar rrugën e tyre, kanë gjetur mekanizmat se si të deportojnë, por nuk kanë fibër politik. Janë njerëz që janë akapultuar politik. Këtu ka përgjegjësi edhe zoti Basha, këtu ka përgjegjësi edhe zoti Berisha. Në këtë rrugtimin që këtyre është dhënë. Dhe sot kur ka dashur të mbajnë qëndrime, nuk kanë mbajtur kurrë. Dhe del aty dhe thot, pasi e pa që e vendosën në listë të hapur, thot kam një deklaratu që më ka rënë pishman lek. Po bën politikani kështu. E kishte vajtur atje falet të Çim Peka. Tani se po merremi edhe me kolegët tanë, se është njeri i nderuar, ka profesionin e vet. I vinte i thoshte aman Dirman, më ndihmoni që të bëjmë deputete, mos më lini jashtë sagjeje. Marsit, nuk janë politikan. Politikan janë këta 4-5 veta që tash, që kanë 30 vite që janë. Këta tjerët janë busa topi. Busa topi kemi parë në 30 vite plot sa dashur. Politikanë cilët nuk kanë një kostum që ta mbajnë uniform, janë njerëz cilët nuk kanë shtyllë kurrizore dhe janë njerëz cilët e kanë dëmtuar Shqipërinë më shumë se këta se sa mbajnë qëndrime. Po. Ajo që më ka bërë mua përshtypje në këtë situatë është edhe heshtja dhe largimi nga arena publike e zotit Gazmend Bardhi. Ka qenë këto 2 vite. Nuk ka më fuqi, Marsin, nuk ka më fuqi, nuk e pyet njeri aty te Sali Berisha. I kanë thënë do bëhesh ti deputet dhe do rish aty çat temine. Kaq. Edhe ata tjerë që ikën, sot zoti Gazmend Bardhi si i mori si ekip ata dhe i trupëzoi me zotin Berisha, duhet dilte për opinionin publik të thonte 2 fjalë. Të thonë se çfarë marrëveshje kishte bërë me zotin Berisha, të thonë se si ka mundësi këta që bën betejë u përjashtuan, këtë duhet thoshte sot zoti Bardhi. Por duket, dhe ajo çfarë unë kam thënë me kohë, Marsid është që zoti Berisha, këta jo vetëm i ka tredhur politikisht, po i ka bërë që t'jenë yes men të bindur. Dhe ta kam thënë në çdo moment, zoti Berisha nuk e harron kurrë se cilin prej personazheve cilët e ka sulmuar. Zoti Berisha bën dille, po bën dille me aktor politik, nuk bën me dilitant politik. Dhe kjo është ajo që po ndodh sot në Partinë Demokratike. Zoti Berisha ka marrë seriozisht vetëm ata njerëz që ai mendon që janë aktor politik të rëndësishëm. Po jo dilitant politik, jo njerëz cilët janë larg profesionit të politikanit dhe janë njerëz pa vokacion dhe pa një peshë publike. Normalisht, shiko, po e di unë Marsit që e dakorti me shpërthimet e mia, se habite çdo njerëz si ky djalë me kulturë shpërthen kështu, po këto janë qëndrimet që duhet shqiptarët i dëgjojnë. Jo më t'i bën miq shpërthen, sepse unë biles kam thënë gjithmonë ty dhe ndalet e tua që ke pasur në fillimet e tua që se unë të njoh nga afër dhe origjinaliteti jote shumë më i bukur sa postura që ke pasur në fillim për shkak të merakut të kujdesit etik. Kjo është ajo që ti je dhe ti qëndron shumë natyrshëm. Por ajo që do të thosha unë është që zoti Berisha pikërisht për mendimin tim pika vetëm e fortë dikush është e dallon njeriu nga intelekti. Ai e kupton pavarësisht kamuflazhit, ose sa dikush mundoj të jetë i qeshur e këtu nga këta njerëz që thurin lavde etj, e kupton që kush ka një formim dhe mendim dhe karakter, dhe cili është thjesht aty për interesa personale. Dhe ai e di që në fund të ditës për një njeriu që është aty thjesht për interesa personale, ore po e mendove dikush që kjo punë është biznes, just business not personal, nuk është se dikush cënohet ose preket ose i nxjerr faqa e fytyra ose e kap. Dhe në këtë kuptim, se tash do t'i rikthejmë pak Alesia Balliut, zotit Dashsula, prandaj ata të dy ikën. Këta dhe karakter, pra nuk është se kanë qenë aty thjesht se duan të bënë deputet për mendimin tim. Kanë qenë aty se kanë menduar, ore un kam kaq njerëz që më mbështesin. E njoh strukturën, e njoh këtë qytet, e njoh këtë vend, dua të jem në listë. Janë më shumë ata që janë të pakënaqur, po nuk lëvizin, rrin aty. Unë mendoj dhe ja ku ja them këtu publikisht, bravo doktor, mirë ja bën. Dhe duhet të jetë model sepse këta njerëz vetëm kështu e meritojnë. Ata që ngjirin të pakënaqur, që nuk reagojnë, dhe kjo është mënyra, ka thënë dikur, është kapur në një bisedë. Fliste ish kryeministri asaj kohe Fatos Nano me kryetarin e gjykatës lart zotin Femi Abdiu, mbi emrimet që do të bëheshin në sistemin e drejtësisë. E di si thoshte
Femia Abdiu Fatostanos në atë kohë, është edhe publike te libri Nikol Leci, midis Tanos dhe Berishës. Sa mirja bën ti thoshte se këtyre, në qoftë se nuk i bën nënën, nuk të quajnë bab. Kështu edhe kjo që shikohet sot në arenën politike, kjo është. Marsit, Ka njerëz që e meritojnë kështu more ti. u shkafshon dorën që u shkem, është i destinuar të lëpit këpucën e atij që i bie. Kjo është. Dhe Zoti Berisha, kur e analizojmë ne të dy që nuk kemi eksperiencën politike të një njeriu i cili ka marrë forma të ndryshme për të mbijetuar, ai e di shumë sepse ju afruan grupi i Zotit Bardhi. Dhe prandaj ai në këtë momente i trajtoi pa respekt dhe i trajtoi në këtë lloj mënyre. Kjo është e gjitha Marsit. Dhe ai e di shumë çfarë peshë kanë këta në elektorat dhe çfarë peshë politike ka secili prej tyre. E qartë. Pyetja e fundit, Ermal, në lidhje me listat edhe me këtë emision për ditën e sotme. Tek lista e Partisë Socialiste, ke pasur në një simpati për në një figurë të veçantë, pra jo vetëm anë negative, që është lista e dudve dhe ku dëgjon lista e njerëzve të korruptuar. Ka edhe njerëz aty që kanë integritet dhe vlera, tash flasim objektivisht. Ke simpati për ndonjë? Puna është Marsit që unë nuk po i njoh ata publikisht që të mbajnë qëndrime. Edhe kjo më çedon. Nuk është se unë nuk jam njeri që shikoj bardhëzit çdo gjë. Por nëse ata nuk dalin të artikulojnë, nëse ata nuk mbajnë një qëndrim, por u vendosën ministrat e rinj të Ramës. Më thoj cili prej tyre ka dalë dhe është artikuluar publikisht. Pra ky është problemi Marsit, sepse Partia Socialiste jo për faj edhe të antarëve të saj apo këtyre ministrave, por është trupëzuar tek fytyra e Edi Ramës. Edi Rama tani duhen vetëm yes men. Çfarë thotë Edi Rama, ata duhet bëjnë. Dhe në këtë pjesë kur ata publikisht nuk thonë asnjë artikulime, nuk bajnë qëndrime publike, atëherë çfarë unë të them? Kjo është çfarë. Për sa i përket, do doja të pyesja, të flisja edhe pak për partitë e reja. Po. Vetëm do doja shkurtimisht të thoja diçka. Në fakt po të shikojmë, koalicioni Euroatlantik i Zotit Basha ka bërë një shartim të figurave intelektuale me figurat e terrenit apo me kryetarët e dekve, të cilët sipas një projeksioni do duhet maksimizojnë votën. Shikojmë që ka element dhe figura të cilët edhe kur kanë pasur petë politike nuk janë bërë pis, shikojmë figura të cilët në fakt në çdo moment të tyre kanë treguar profesionalizëm dhe karakter, kanë treguar dhe qëndrueshmëri. Pra, nëse e shikojmë në këtë panoramë, dhe po të them unë për shembull, ke dy emra i ke nga bota e Meksisë, siç ke doktor Koduzin dhe doktor Neli Demin. Ke për shembull nga bota akademike, ke profesorin e nderuar të historisë. Pra ke disa aktor kryesor, të cilët në fakt me vendimarrjen e tyre, me aktivizmin e tyre politik, me qëndrimet e tyre, kanë treguar që kanë një bosht. A do e maksimizojnë votën? Kjo ngelet për në datën 11 maj, sepse nuk jam unë ai që e vendos. Por ekipi duke një ekip i shëndetshëm, i cili ka dhe moral, por ka brenda dhe vota. Por tashmë do duhet shohim Marsit ditë pas dite se çfarë do ndodhi në këto zhvillime që lidhen dhe me çështjen e Spakut, se nuk duhet të harrojmë Marsit që tashmë deputetët lënë mandatet dhe Spaku e ka shumë të lehtë që t'ju hedhë prangat atyre që kanë shkelur ligjin. Me qartë. Do diskutojmë dhe më gjerësisht Ermal ditën në vazhdim. Unë falenderoj zakonisht që ishe pjesë e emisionit TikTok sot. E kam shijuar realisht diskutimin. Mendoj që i kemi shqyrtuar nëpërmjet qëndrimit dhe opinioneve tona këto fakte dhe besoj që shqyrtimi i bisedës tonë të sjellë qytetarëve një shteg ose një rrugë drejt së vërtetës pasi ata e kuptojnë vetë. Të falenderoj dhe të uroj ditë të mbarë. Marsit edhe unë të falenderoj, për mua ishte kënaqësi, por dhe tani pas tre shikoj dy figura kryesore të politikës shqiptare në këto 34 vite, që ata janë me kollare dhe ti e pa kollare. Dhe kjo mi vrau syt me njëherë përsëri dhe në këtë mbyllje. E qartë. Okej, të falenderoj Ermal. Kënaqësi. Miq, ky ishte emisioni TikTok për ditën e sotme, këtu në NTV Televizion.
munduam që këtë realitet politik me bisedën me mikun tim Ermal Peçin ta shqyrtoni në mënyrë sa më objektive për ju. Shpresoj që ty kemi shërbyer sadopak për të krijuar një analizë dhe një opinion më të qartë. Nga unë Marsit Gupi në 90 Televizion.